akuzohen për magji. Kam duru 5 vite këtë gjë. Ai është 48 vjeç edhe jeton me nënën e vet. 3 javë nuk e kam kuptuar as vetë më. I nxirrte, i bonte me qaj dhe i merrte kaq. Ki mama im për mu ka vdekur kështë ata. Wow. Nuk e mërë kuptimin mu. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme në live-in tim do të kem një 41 vjeçare, e quhet Xhevahire Brazda, e cila fatkeqësisht është nëna e 3 vajzave, por që ka 10 vite që nuk ka asnjë kontakt me asnjërin prej tyre. Por çfarë ka ndodhur mes nënës dhe 3 vajzave që sot janë të rritura, do të jetë Xhevahiria që do e rrëfej sot këtë histori vërtet të dhimbshme. Ajo është duke më pritur, kështu që hap dritaren dhe e ftoj. Xhevahire, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje, si jeti, si e ke kaluar? Mirë, si jeti? Po mirë. Në fakt ti ke një histori shumë të dhimbshme. Po? Je nëna e sa fëmijëve? 3 vajzave. Por pse 3 vajzat nuk janë pranë teje? Po, si të thamë, mas mendimit tim them vetëm se nuk kam funksionu ligji. E dashur Xhevahire, sa vite ke që nuk jeton me vajzat e tua? Po 10 vite po. 10 vite, sa vjeç janë sot vajzat? E madhja është 17, Po. I mush edhe 5 ditë, kurse ta i mushi 15 në nëntor, dhe e treta i mushi 14 në prill. Dhe kanë qenë fare të vogla, kur... Anja, vajza vogël, ka qenë 4 vjeç kur gjykata ja ka dhënë babës. Çfarë ndodhi përpara 10 viteve me divorcin tënd që tuosh dhe drejta e kujdesarisë së fëmijëve? Mund të marrë fesh ditën e sotme? Po, ne për fakt, unë akuzohem nga që unë jam da kam arrit në të pjesë, akuzohem për magji. Si për magji? Si boja ish kunatës timi që vdiq në aksident magji. Thjesht opinioni aty në mendimet aty në kanë shkuar në këtë, vetëm magjia, po pastaj nuk e duan në gjykatë, nuk përpushin thoshte në gjykatë, kurse kur është marrë vendimi i parë, mes neta nuk përputhet më mes ne dy çifte. Por akuza fort ka qenë që unë u bëja magji aty. Por gjykata nuk është e çmendur të marri për bazë që ti bën magji dhe të heqi të drejtën e fëmijëve, se kjo s'ka logjik. Mirë, pra unë thash ty që dhe avukati që unë kam pas them realitetin sa lek doj, dash. Unë s'kam pas një mundësi nga avukati im që t'i takoj fëmijët e mi. S'kam qenë gati 3-4 vite proces gjyqësor. E dashur Xhevahire, sa vjeç ke qenë kur je martuar me babain e 3 vajzave? 23 vjeç. 23 vjeçë, ku keni jetuar? Në Pishën. Ku këtu jetojmë akoma. Ti ke qenë 23, po ai sa vjeç? Ai ka qenë 28-29, mund të them. Kemi 8 vite diferenca që ka qenë. Edhe ai po nga Peqini. Po, Ka qenë një njohje me dashuri apo me mbresëri? në shkërsi, sepse unë kam edhe një motër në Pishën. Ishte motra që... Vjera dhe një shoqja ishte vjerës time. Por si ishte njohja në fillim me babain e vajzave? Jo, në fillim të ditë them realiteti, nuk dua që të thënë ta më hoj, për shkakun ka qenë shumë njëri u mirë, deri diku. Pastaj kë ka pas një motra vdiq në aksident, sepse ai ka bërë aksident. Unë dhe kam thënë ty. Po pra, nuk ma ke thënë pjesë në aksidenti, prandaj po të pyes. E tregojmë historinë hapasapi. Ti u martove, si ka qenë jetesa jote në fillim, vitet e para? Deri vitet e para ka qenë shumë mirë. Ti ke jetuar me burrin dhe me njerëzit e ti? Ish burri im ikte edhe në migracion, sepse kish po jetosh me vjerën dhe me vjerën. Kurse ish kunata ime, që ka vdek sot, nuk jeton më, ka pasituar në Tiranë. Edhe ajo ka qenë e fiuar në Pishën. Po. Nejti 4 vite bashkëtesë dhe pjesë, u ndan dhe përtekti ishte vjera asaj që nuk e donte si mus. Paktësisht nuk donte mu, pastaj kohësh vjera mu.
Dhe kështu ishte. U ndan edhe gjetën se betin që thoshte nusja bën magji. Binte shumë gra, njëra është nga Maqedonia, njëra është nga këtu afër Peshinit, i binte shtëpi. Ishte si pun, ato merrshin lekët edhe shtishin keq se një njeri që do ta shkatrojë familjen, ka një femër që ta shkatrojë familjen. E dashur Xhevaire, ti po më tregon që kur Kunata u nda nga bashkëtuesi dhe u rikthye në Peqin, nisën konfliktet edhe mes teje dhe burrit tënd dhe vjerrës. Po të gjithë familja ti, përfshirë në djetë. Të dy dhe ato të katër u bë dhe ish bashortin, sepse ish bashortin filloi të dhunën pastaj. Pse të ka dhunuar? Po shumë herë. Po. Por ti e ke denoncuar në polici? Nuk e kam denoncuar se thjesht nuk kishe një shkollë dhe nuk doja ta shkatroja familjen. Për këtë arsye e kam duru 5 vite këtë gjë. Për 5 vitesh e kam duru si ose do ndryshojnë, ose nuk doja ta shkatroja dhe fëmijët, sepse nuk ke një shkollë, është shumë zero kur një femër. Unë sot ja kam arrit, po jam në shkollë, ja kam arrit me punë, por me shkollë se nuk e kishte në shkollë. E dashur Xhevaire, por në momentin që u ndeshe me dhunën, ai të dhunonte, për çfarë të dhunonte? Se i bëja magjitë. Vetëm për këtë arsye, më dhunonte, se e frynte pak dhe mami, vetë edhe këtë ishte. Po mirë, kjo është çmenduri. Kjo është çmenduri. Domethënë të akuzosh se i ke bërë magji Kunatës dhe të dhunosh në mënyrë barbare nga burri dhe vjerra të mos reagojë. Edhe në sy të fëmijëve, po, edhe në sy të fëmijëve. Në shtatë mëngjesit. Unë se më hoj, unë gjëra tjerë që më ka marrë, nuk ja më hoj, por edhe këtë që më ka bo, nuk ja falë, për mua nuk ja falë do të asë një gjë, deri në të. Po mirë, me ish Kunatën të ndjerën, ti nuk flisje për t'i treguar që nuk ekzistojnë këto gjëra? Qelloi edhe vetë ajo, ishte çik shumë. I sillte vetë ato gratë. E kishin një çik shumë, por unë si të them të drejtën unë agjeroj edhe fat jam muslimane vetë. Nuk e kam këtë që bëni, nuk imagjinoj dot këtë që më kanë bënë mua ato. E dashur Xhevaire, por nuk kërkove ndihmë tek nëna, babai jote, familja jote. Dhuna është e patolerueshme. Domethënë, të jetosh 5 vite. Ka qenë çik si shumë e rreptë, thoshte se do ndryshoj. Kujdesi që do ndryshoj. Pra, le të them sot ndryshoj thash, kur jam ndan, ndryshoj një gjë. Pra, le të themi që familja nuk ka qenë mbështetje për ty. Ka qenë, po thoshte se do të ndryshoj, thoshte ke mami, se ndoshta do ndryshoj. Po mirë, kur ai ishte i qetë, ti flisje me ish burrin tënd? Më falë për shprejen të temë ti. Ne nuk kemi pas komunikime për shumë se 3-4 vite, iku një vit në Angli, ish bashortim, edhe nuk e di u morë ma atë puna, su morë, por iku 6 muaj në Timrena, 6 muaj punoj. Edhe ish vira imi sa herë që më erdhi të frymë këtë kishte, ti boll në çmundit magji, edhe kur erdhi ai nga Anglia, po e njëjta gjë ishte. Por ata kanë qenë shumë më falë, por unë vetën time nuk e imagjinoj dot ta shkatroj familjen time ose të bëj diçka se ç'ma kanë bërë ata, unë nuk ja fal asnjë gjë ish bashortit tim. Thjesht që më kanë dalë në fëmijët ose se më kanë nxjerrë në rrugët, për çdo ja kam marrë veç, për çdo gjë. Unë nuk e njoh familjen e ish burrit tuaj, ndoshta ata mund të më dëgjojnë, por janë të somurë, më bën magji, domethënë kjo është budalliku më i madh që dëgjoj. E kupton? Nuk e di se si doli nga pa burgimi ai. Më çfarë sy doli nga burgu ai? Do të pyes. Si ra në burg dhe si ka dalë do ma tregosh. E dashur Xhevaire, por me ish vjerrën tënde, nuk flisje, domethënë se ti 5 vitet e para ishe një nusë shumë e mirë për atë. 5 vitet e dyta të martesës u bëre nusja më e keqe në atë shtëpi. Më e keqe. Edhe llafet më të pista nuk mund të përdor, por edhe llafet më të pista. Që unë kam 3 vajza, nesër do kem 3 dhëndura. Unë si dhëndri dhe si vajzat e mia për mua do të jenë njësoj. Skandaloze që një kur kishte vajzë vet, nuk e di, nuk mund t'i them ato llafë që thoshte. Ta akuzonte sikur ti tradhtoje djalin e saj. Jo, ato fjalor piso. E dashur Xhevaire, por gjatë kohës që ke qenë në konflikt me burrin, në këto 5 vite ti solle në jetë edhe fëmijë të tjerë. Po.
kam sill vajzën e vogël, sidomos vajzën e vogël deshën edhe të marrëdhësh. Si ta abortoje? Pse? Ishte ish vjera ime dhe ish halla burrit. Pse është vajzë? Kurse në atë kohë ky ka qenë në Greqi. Se du t'i ishte djalë që të... Po, shtu kam fiksim. Ajde, thoshtë nxirë, ditë e gjëllitin njërë është. Ku të hanë ato dy tjerë, da hanë edhe këtë, po nuk bëjmë o fëmime se nuk të... E Dashur Xhevaire, çfarë ndodhi pas 10 viteve? Domethënë si e morë ti guximin të jepje stop kësaj martese? Odeta, ky ka qenë atë ditë në Tiranë me 3 vajzat e mia, sepse kjo ka qenë gjysmëdjekje ke dhomët, kupton? I mori vajzat atë ditë të treja, pa më pyet fare, pa qenë dinë. Që në kohë, por sepse ishin voglat në kohë e madhe ishten. I mori, i çoi në Tiranë, se kishte lënë takim atje spononte dhe motra ati. Kur kthehet në darkë në Tiranë, kthehet edhe ajo shoqja nga Maqedonia, që u merrshi me këtë punë, ish konata ime, gjitha u kthyen atë natë aty. Edhe se që kam bëgë, se që unë kam ikë vetë nga shtëpia, se nuk e kam ditë as vetë. Si ke ikur? Mund të ma tregosh, dhe me thënë, ti durove dhunën, 5 vite... Kam ikur nesmet në mëngjes, kam hangër darkë, si duket të them realitetin, mund të këtë thot ish vira ime në gjelo ato që bënd të ajo, sa ajo ma ato punë mershin. Edhe kjo që vinte nga Lole, thoshte, e s'përkaste shpinë me raki, bon unsja magji, nuk linte robat, tifusja, lavat pritqet. Është gjë që unë nuk du të përmerë mos e nuk dhe gjuminatën malë për këtë pjesë, e kam pymrave, kam haru atë gjënë. Por ti ke iku në mëngjes nga shtëpia e pavedishme, pra këtë dua të kuptoj. Pavedishme, po kam shku se këtashke, kam një motor 1% dhe kam shku ke motra ime 1%. Dhe si ka qenë gjendja jote atë ditë kur ti ke ikur? Po nga që shumë e rëndë edhe 3 javë nuk e kam kuptu as vetë mra. Pra, dyshon se diçka ndodhi me ty që ti ishe pavedishme. Jam e shumë e sigurt se ka ardhur kam të shtëpia që ne kemi privat aty, pa të mjell ato ditë 600 roj kivi nuk e dhe, dhe i kam vadit gjithë ditën, në darkë kanë ardhur të gjithë si të themu ty, nesme nuk e kam ditur, unë edhe 3 javë kur kam shku ke mami nuk kam qenë vinërëshin atë nga gjumë, vetëm se ku më gjinte mami jashtë, e kam përjetu shumë keq. Të mërshme, por në momenti që ti ike, a i erdi të kërkoj, dhe më dhënë qëfar ndodhi? Erdhi daja im, mami, prindit e mi, jo nuk e dumta, nuk e fuse më mrej në shpita në të se në bërë mërgjim. Dhe kështu ti undave me ta? Po. Por ndalemi te gjykata, ju drejtuat gjykatës, a i apo ti që rëndësi ka për të bërë divorcin zyrtar dhe më shpjego pse nuk t'u dha e drejta e kujdestarisë së vajzave. Gjendja jote nuk ishte fort mirë e shëndetit mendor në atë kohë, kjo ka qenë arsyeja? Jo, asë një mënyrë, unë për fakt nuk kam qenë zero. Të thonë jetën nga një zero, sepse... Ekonomia. Edhe po, se pa shkollë, tash, edhe rrugët e trupit ish vira ime mi ka djekë, që më kam zirë 0-0. Edhe atë pare kështë pru vetë, nuk o se ma kështë bërë, jo, po... Pse, ti kur i ke nga shtëpia... Xhevaire, ti kur i ke nga shtëpia, a e të dojgjë gjithë robat? Gjithë parën, që... Të mërshme. është gjë që... është me... Pastaj unë kam jetu një mujtë të mami, në Librasht, kur mas 3 javë që ka marrë vetën, se nuk e kam ditë as vetë 3 javë. Pastaj, në maj, kur fillon gjykatat, që fillon gjyqit, kam jetu 9 mujtë të halaj, nëse e kam nejtë bastan, kam punu. Po. Mas 9 mish, që më lodha lekët që arrita u ktheva prapë në Pishën, se unë jam vetë nga Librasht dhe vetë gocë. Edhe jam kthy në Pishën, kam marrë shtëpi me qëra, kam jetu 6 vite me qarë, po pastaj kam lërë shpinë time të e ka të punë thash që dal nga ora 7 në 6 mëngjesi deri në orën 9 darkës. E qartë, më ke treguar që punon nga mëngjesi deri në darkë dhe sot planifikuam orarin që t'ishte fiks në të live. Gjykata, atëherë, vendimi parë, të mbaj me mësje ka emrin ajo, vendosi që 2 ti marr ai, 1 ta marr. Pra, vajza me vogël të kalon të ty në kujdestari. Po, kurse Bujar Musta, e ndryshoj vendimin ja dha që të trati. Me çfarë preteksti?
Asu se kam kuptu me... Unë them vetëm me këtë, vetëm me lek, as një burg. A ishte në burg. Pse ishte në burg? Në kohën që ti je divorcuar, ai ka qenë në burg? Po dita, unë jam ndarë në Mars, ai me 2 korrik ka bo aksident. Aksident? Çfarë ndodhi në atë aksident? Në aksident ky ishte në dasmë të tezjave. Po. Kur kthy në mëngjes nga dasma, ne kemi kanalin para shtëpisë 2 minuta, kur kam pasjetu me atë. Kur kthehem, kanë qenë 2 vajzat e mia të mëdhajat në aksident, ka qenë ka qenë motra ati që dysh, ka qenë tezja me gjithë gocën e vet, edhe ky vet. Dhe ra në kanal? Po, në kanal. Mund ta gjesh në YouTube e gjem, po ta kërkosh e gjem. Dhe fatmirësisht vajzat shpëtuan, ka vdekur vetëm ishkun ata jote. Motra ati. Po. Dhe ai u dënua? Të gjitha ato të shpëtuan, kurse ajo jo. Ai u dënua me sa? Një muaj para burgim nuk u dënu fare. Nuk u dënua fare. Pra, divorci ka ndodhur në kohën që ai ka qenë në burg, po më tregon, në para burgim. Po, sa kishim fillu pra ne, sa kishim fillu atë ditë, nuk kishim marrë vendimet akoma që të... Pastaj në shtator hap nga fillimi prap, edhe unë ma merr minje që gjykata ka bo shumë pa drejt që jep babait mi. Kur ai qenë pa burgim, boni aksident, edhe mori patent të mbrejnë 3 muaj. S'ti ka mundësi që t'i jepet një patent prap. Mendoj, unë nuk e di, kam... E dashur Xhefarire, e ka marrë patent prap. Dua të pyes, në momentin që ti u shkëpute, ike nga shtëpia e bashortit tënd, u largove në një gjendje të rënduar, i le vajzat aty, pastaj çështja e gjykatës nisi pas 9 muajve divorci. Gjatë asaj periudhe ti shkoje i takoje vajzat? Unë kam pastruar në Elbasan vija edhe shikoja, por nuk i takoja fare. Por pse nuk i takoje vajzat? I nxirrte, i bonte me qa dhe i merrte kaq. Që nga fillimi deri pak, por shumë se iman janë të mëdha, nuk i thut dot më, i nxirrte, thoshte hajde të takoj këtu ke pisha, i bonte me qa, hypte në makinë dhe ikte kaq. Edhe të psikologët asnjëherë si ka marru seancat që kishte të drejtë të zbatonte, edhe psikologët nuk e merrshin, ose do merr me njëra me atë edhe ti duket i pagun të mirë dhe nuk e di. Të gjitha seancat që ai nuk i kalon të gjitha përgjithë. Asnjëherë si linte fëmijë që psikologja ta merrte pa praninë ati. Pra, rinte mram. Ti po më tregon që ai nuk ti refuzonte vajzat, të linte të takonte, por nuk i refuzonte, po thjesht i nxirrti Unë pëlqen thomi pishet, në është një vend ku nuk ka hapësirë, ku nuk shef njëri, i sillte aty në orën 12, hajde takoj, edhe i bonte me qaj, hypte makinën edhe ikte, kaq u bonte. Po mirë, në momentin që ndodhi divorci dhe gjykata vendosi që ju të dy të ndaheshin, kujdestaria e 3 vajzave i kaloi babait, ty t'u la e drejta e takimit dhe detyrimi ushqimor. Po. Elbasani, pastaj mu nuk më pëlqeu vendimi i Elbasanit, e kam çuar apelin e Durrësit. Po, e ke apeluar. Pastaj apeli i Durrësit e vendoi t'i takojë në çdo javë. Ti merr atë shtunën në orën 12 dhe ti dorëzoja të dielën në orën 12. As këtë vendim nuk e ka zbatuar asnjëherë. Po pse? Asnjëherë. Po pse e ke lënë pas dore? Po kam pas për avukati nuk bën asnjë gjë. Jo, në momentin e dashur Xhefarire që ka ndodhur divorci dhe edhe apeli vendosi që ti takoje çdo javë vajzat, ti kishe një vendim gjykate. Ti kur vije për të marrë vajzat, pse nuk ti jepte vajzat ai? Se e kishte vendosur gjykata. E kishte vendosur, i sillte pra TV-n, i bonte me çaj, i merrte dhe ikte kaq. Nuk i dorëzonte merr, ikni takoni me rini 24 orë. Po, ke bërë gabim që ke pranuar të takohesh në përpisha me ishin tënd, kur ka një zyrë të posaçme që quhet zyra përmbarimore, ku ai të vinte ti dorëzonte vajzat aty. Ai ka paguar ditë. Ai ka paguar gjithë ditë. Unë do ta them ty ka paguar gjithë. Po mirë. Si ka mundësi gjykata 4 vjet që ai e pagos? Ma thoi një vajzë? Prandaj të pyeta, çfarë ka shkruar në vendimin e gjykatës? Çfarë është shkruar? Pra, kujdestaria hiqet nënës për këtë arsye dhe i lihet babait, se ka një arsye gjykata që ta ka hequr kujdestarin. Çfarë ka shkruar aty? Gjendja e keqe ekonomike? Jo, s'ka shkruar asnjë gjë për këtë pjesë. Po me ç'a motivi? Motivi, unë do ta them ty parë troç. Se është
nuk e imagjinoj dot që një gjyqtare ti heqë kujdestarin një nënë, 3 fëmijët pa një motiv, pa një shkak. Edhe psikologët thotë për të mirën e fëmijëve në do t'ja lejnë babai, por ky do t'i çonte nënat i takojnë. Po pra, po nënës pse ja hoqi të drejtën? Nëna nuk ka gjendje ekonomike, nëna nuk është mirë nga shëndeti mendor, nëna nuk është afti rrisi, ka një arsye, një motiv që gjykata ja heq kujdestarin nënës. Ata me çfarë arsye dolën? Në përfundim. Unë do të them të edhe psikologët kanë qenë kundra. Unë nuk kam pëlqyer asnjëra që ta bën ato seanse që kishin për të bërë, i lishin për gjymës. Unë i kam vendimet. Unë ka pas Ariolën, Hoxha. Nuk e di në çfarë misioni punon tani Ariola. Po pra, që është nga Elbasan. Po pak rëndësi ka emrat që kanë qenë në ato kohë dashur Xhevaire, në psikologa edhe të trija vendimet që marr, për këtë arsye e lën babait për të mirën e fëmijëve. Tani i bie që ti si ki takuar fare vajzat që pas divorcit? Fare, vetëm si kam parë te shkolla komision. Wow, ke 10 vite që nuk takon vajzat e tua? 10 vite. Jeton në Peqin, aty jetojnë e vajzat dhe ti nuk i takon? Po, më ka dënëcuese e kam kërcënuar, më ka çuar polici. Më ka dhënë numrin e llogarisë bankare, më mori lekët. U pata fillu fëmijëve që tu hidhja pension, të më thoshte ku ja kërkoja fëmijët, i thoshte po ti po der. Qellova të derdhë dhe kontributet, nuk i vështillte fare, e bënte me qall edhe fare. Më çon në polici se e kisha kërcënuar. Kishe kërcënuar? Më dhuar numrin e llogarisë bankare, më ka bërë shumë të qija që nuk e imagjinoj dot. Nuk e di se do t'i laj në këtë dynjë kur ti ke këto gjëra që ka bërë. Me gjithë me anën e vetë. Po mirë, tani ai të ka denoncuar se kur ti e ke kërcënuar atë? Po. Dhe çfarë? Kam shku në politikë. Kam shku në polici dhe kam një 3 ora, 4 orë në komiset. Sepse unë e kam dhe numrin e telefonit e ati, këm në kërë për hyrë fëmijëve. Tani nuk e ngacmoj më se më shumë ta caron se sa ty thush. Se me vërteja kalon gjykata, ti, po ka dhe nëna ka të drejtat e vetë. Patjetër që ke të drejtat e takimit, ta ka dhënë gjykata. Kurse ai, si të thonë, me një femën pa përkraje, për shembull, se çfarë bëjmë, po ishte një dhomë të Peqinit, ai nuk jeton të sot, jo, t'ia ndalon të fëmijët. Sot ai është martuar? Jo. Është vetëm me vajzat. Vetëm me mamën e vet. Por ti përgjatë këtyre 10 viteve nuk e ke marrë asnjëherë guximin ti shkosh në shtëpi ti trokasësh të përqafosh vajzat e tua. Kam shkuar vetëm një herë. Dhe çfarë ka ndodhur? Edhe nuk i nxorë kalamët si gjasi do i nxjerrte kalamët të shtëpia, po prapa don kishe frikë se sa do një femën ta marrë guximin shkosh ke dera aty tjetrit. Unë kam pishin, se tash nuk jam pishin, se jam në vërshtim. E dashur Xhevaire, por sot vajzat janë të mëdha, njëra 17, 15 dhe 14. Po. Ato nuk duan të takojnë më ty tani? I thot shoqja vetësh, në shtatar, bashkë me një klasë, edhe i thot Klea se Klementina është më të madhe. E Klea thot pse nuk do të takosh mamën, por nuk ka vdekur kështu ato. Wow. Ato rritë me një frymë shumë keqe, nuk e di si gjykata ja lën një babait për shumë gjëra që ka bërë. Sa i mund të kaloj dhe në depresion, apo jo? Flasim realitetin. Është një fatkeqësi e madhe në fakt, sepse në këto 10 vite ato janë rritur pa praninë tënde, pavarësisht se ju jetoni në një qytet, por ti fizikisht... I kam ndjek akoma, edhe pse nuk i kam takuar, i kam ndjek akoma hapa, edhe pse ato nuk duan. Si ndjek? Unë nuk i kam bërë, kam dert në përgjykata, për çfarë shumë gjë, unë të kem pagu 5 psikologë, edhe asnjë s'ka bërë si gjë, unë kam bërë timin, se nuk funksionon drejtësia, unë kam çfarë. Por pse ti Ajo njëri që nuk merr vesh se një njeri po të ishte javë, po të ishte normal, ti ke të drejtat të mia. Unë kam 2 javë në verë, 2 javë në vitri. Çdo fundjavë, unë si marrësh ai nuk e zbaton asnjëherë ato vendim gjykat. Unë tash që unë kam pas avokat edhe nuk e kam takuar, edhe pse kam pas edhe avokat mbrojtës. E qartë, po në këtë rast është zyra parimore që duhet të ndry. E dashur Xhevaire, ti më the që i ndjek vajzat, si i ndjek aty në Peqin vajzat? Kur vi në shkollë, çdo ditë kam pas shku ke shkolla, është më të vogla. Më mësueset kam shumë komunikime të mira. Njërin e kam te pallati mësuesen e vajzës dytë, po komunikoj çdo ditë edhe me mësueset. Edhe pse nuk flas me vajzat e mia, por me mësueset i kam shumë të mira. Po mirë, ti i ndjek vajzat vetëm për t'i parë se të merr malli?
Po, mënyra po t'i afrosh, se më thash një shku me psikologe në shkollë, ai na thoshte ka shku, se nga që kishte frikë se po i takoje on, dhe në thëmë pse hy policia mrejna, nuk linte në bërë shkollës asaj të shifja dhe s'ka lamajt. Po kur me vajzat ndeshësh në rrugë që shkëmbehesh, si reagojnë? Nuk plasë farë që kanë rrugën, ja, nuk plasë farë. E vogla ka pas shaq shumë atë, ku ka qenë shumë e vogël, ka pas, nuk thoshte mësuesja amojnë në gjeve, thoshte më thajde më ko bërë shkollë, thoshte. Qande për ty? Qande kanë edhe frikë ato. Se ato janë rritë për 10 vite, janë rritë me frikë, me frymë shumë të keqë. Por, kur je shkëmbyer... Unë nuk du të përkëshish vjerën ti me mamën ati, unë e kam gjë problemi me shburin tem. Apo jo? Edukatën ja ka dhënë gjykata, edukatën ja e pa i fëmijës, apo jo? E dashu Gjevahire, je shumë e fortë. Unë nuk i konceptoj do të shkëmbesh me vajzën në rrugë dhe mos të flasi, është një dhimbje e madhe. Ti ke tentuar ti thërrasësh? Kur i ke thërritur, çfarë? Nuk e marrë guximin mu. Asnjëra nuk reagon ndaj teje, as vajza e madhe? Jo. I kam mësuar me shumë urrëtie, shumë. E ndjen mungesën e tyre? Po. E dashur Gjevahire, ato janë të pafajshme. Po, janë rritë me frymë, nuk u avit. Dhe nëse Nesër të bërë 18, do e kuptoj më shumë. Dhe nëse historia është kështu, ai baba, Turp TV, që ka ndarë vajzat nga nëna është gjëja më e shtrenjtë, dhe ai nuk e kupton se çfarë dëmi ju ka bërë 3 vajzave të veta, duke i ndarë nga ty, duke i folur keq për ty, duke në vend të mbjellë dashuria atyre vajzave, ju ka mbjell urrëtie ndaj teje dhe sot ti shkëmbesh me vajzat e tua dhe ato nuk të flasin dhe nuk duan të shikojnë. Isha të një qëshori, se kam edhe shoqe, të shajtë s'po bje dhe unë 3. Të sa më panë të 2 ato të voglet, sepse njërën kam në gjimnas, në 2 kam të ajo, sa më panë mu i këm as shkollë si mos shkollë. Si ndjesh kur veprojnë kështu vajzat? Po shumë keq ndjem, po prapë janë kalamaj nuk janë mësuar me atë. Nuk e të vesh faj, se nuk janë 18-20, se po t'jenë më shumë dhe e kuptojnë vetë, pa të janë të vogla. E kanë 8 vite që fryje shumë keq. E dashur Gjevahire, çfarë mesazhi do përcjellësh për 3 vajzat e tua, sidomos për vajzën e madhe që është 17, do hy për 18 për pak, le të themi për një vit dhe Jo, për pak për një javë. Për një javë mbush 18. 17 jetë për 18. Po, mbush 17 hyn për 18. Çfarë do i thuash si nëna e saj që unë jam sigur që ajo zemra jote është e plagosur për ato? Mesazhi im është që unë do t'i dua edhe pse nuk më du, unë për ata jetoj. Apo jo? Të besoj. Por i zhburit? Nuk kam asnjë mesazh për atë. Për mua nuk ekziston ai. E qartë, Që mi kam. ti ke 10 Që mi kam vite. sot me më urrëtie shumë. Është më. Ti ke 10 vite që Nuk i kam bërë ti, jo? E qartë, ti ke 10 vite, dashur Gjevahire, që je ndarë prej Ti ti. veç 3 fëmijë në jetë edhe ta nxirrësh nanën e fëmijëve në rrugët, unë fundit ka që janë edhe të fundit, edhe kur vjen kujtë punës nana e takon fëmijën e vet, të ka drejtat e vetën, por ligji që unë ka funksionuar në asnjë mënyrë. E dashur Gjevahire, unë e kuptoj që je një grua, një nënë e lënduar, ke 10 vite që je ndarë me burrin, sigurisht ti s'ke më lidhje me atë person, pavarësisht se... Për më ka shkuar këtë shumë të themu, nuk ekziston. Po pra, ju keni 10 vite të ndarë, ti nuk je martuar më dhe ai nuk është martuar më, por rrugët tuaja janë ndarë. Por ditën e sotme unë do doja që gjithë të plag që ai ka shkaktuar në zemrën tënde, do doja që ti përcjelli një mesazh atij njeriu që të ndau nga 3 vajzat. Është gjëja më e rëndë që një burr mund të bëj, një gruaje ta ndaj nga fëmijët e vet. Ai këtë gjë e ka bërë. Ai e ka bërë. Fakt
ai ka pas përkrahje nga vllai vetë dhe pranoj ka shkalltar sot. Po ç'lidhje ka i shkunati? I shkunati? Po i shkunati mos ai është pa punë. Se ne ish burrin mos kishte përkrahje nga vllai vet, nuk do ishte as gjallë sot me atë aksident që bën. Se kaloi gjithnjë vetëm kjo. E dashur Xhevaire, si ka qenë këto 10 vite e vetme? Ti nuk vendose të martohesh më kurrë? Nuk kam vendosur thjesht të mendoja që takoja Kallametëni, kur kishte 3 vajza, ai tjetri që të vinte do ishte më i mirë se apo jo. Ose në fakt çfarë do të kishte ish bash një shok që do gjej çfarë do të kishte vajzat e mia asnjë gjë. Apo jo. Se këtë fundit jeta ka ndryshuar, nuk gjej një njeri besnik më. Ku të mbështetet që thush, ky është perfekt. Por, dua të të pyes, mirë ju si nën, le të themi, ish burrit i ka penguar vajzat i takoj që kur ishin të vogla, edhe pse kanë kaluar 10 vite dhe ato janë rritur, por me familjen tënde takojnë vajzat, me gjyshin, nga ana Jo, në pas një komunikim vetëm me gocën e motrës time që i kam në të njëjtën shkollë. Flasin vetëm me vajzën e tezës? Po. Por mbesa aty çfarë të thotë? Jo, komunikojmë sot ajo, rrim bashkë, thot bëjmë muhabet. Me 2 të vogla, se madhen e kam një finat. Është më e madhe. Shumë e rëndësh historia, sinqerisht. Ti jetosh në një vend, ti shikosh vajzat e tua për ditë në rrugët e qytetit dhe ato të kthejnë kurrizin, sa ashtu janë rritur pa dashurinë e nënës, është e tmerrshme. Pa frym, pa dashuri tamam siç është për me vërtet ka, nuk kam një kundërshtim që i mban, as nuk kam një kundërshtim që i mban keq apo nuk thjesht, pengesa është gjëja për mua, për tjerat. Ti, për hir të atyre vajzave, u ktheve sërish në Peqin. Po, thjesht për mos u largu nga ato. Punon nga... Sepse familja ime nuk ka qenë dakord që unë të kthesha në Peqin. Thjesht për rritë thoshte ish beshor kjo do të praste ose punë gjëra nuk. As nuk e kam pas frikën fare, kam marrë guximin më të madh që jam këtu. Fillim morë një shtëpi me qira për të jetuar në Peqin. Po, 6 vite kam jetuar me qira, tani kam 3 vite kam blerë shtëpinë time. Dhe në këto 10 vite jeta jote është nga mëngjesit deri në darkë në punë dhe shpresa që vajzat një ditë i takosh. Po, kjo ishte ajo deri sot. Pa nesër, si di se çfarë ndodh, po deri sot kështu kam menduar, kështu kam jetë. Mos më hum shpresat mes përpara. E dashur Xhevaire, i bie ti sa vjeç sot? Unë dje kam ush 41 vjeç. Edhe 100 vjeç u bëfsh. Faleminderit. Je 41 vjeç dhe ke vendosur që nuk do e shikosh më jetën tënde për të rinisur një marrëdhënie të dytë. Kam prit deri sot të gjë. Tani, nuk e di sa mund të zgjasi ta dorina ta patakua dhe mund ta zgjeni, por edhe s'kam besim më. Edhe nuk e kam besimin më. Unë të kuptoj, ajo që ke kaluar të ka dhënë një zhvillim. Nuk që është një shok për të kaluar jetën, se nuk më dhe se vin vajzat, se po të ishim njëra të faktë në fundjavë, hajtë mos se mblidhim me më. Po është puna, shkon në shtëpi në punë, kjo është gjithë jeta deri këtu sot. Edhe nëse mund të mendoj se do plakmi, nuk e di se çfarë ndodh, se si vjen jeta. Se as vajzat që mësuan me këtë rritje nuk e di do vinë nesër më, se këtë që mësuan. Kur të bëha nana atë, këne kanë, duke me nga kjo dënjo, apo i dijet. Unë uroj dhe shpresoj që ato të na dëgjojnë, uroj që të reagojnë, pavarësisht se ende janë të vogla, 15 dhe 14 vjeç që janë 2 vajzat e vogla, padyshim që ato do rriten dhe do e kuptojnë se çfarë do të thotë fjala nën, do e kuptojnë se sa të kanë lënduar, edhe pse janë të pafajshme, mënyra se si janë rritur. Ato nuk i përfshin sepse ato janë ritmatë për mjanë, ajo është edukata që e pa ai. Kenu rretje ndaj nënës. Ajo është 48 vjeç edhe jeton me nënën e vet. Është 48 vjeç, jeton me nënën e vet. E to nënën e vet ai. Unë ja kam thënë nuk e kam problem.
Ato fëmijë siç do t'i nanën, një 41 vjeç kur e vendan, ashtu duan dhe fëmijët e mi nanë. Me vërtet janë tujt, po janë edhe të mi. Më shumë përqindje të marrë në gjakun tim se sa gjakun tatë. Apo jo? Unë të uroj që një ditë të bashkohesh me vajzat e tuaj, dashur Xhevaire. Uroj që të kesh një jetë të lumtur, sepse çdo grua meriton të jetë e lumtur. Mendo dhe për veten tënde, ke punuar nga mëngjesi deri në darkë, ke sakrifikuar, ke ardhur në qytetin ku ishe martuar vetëm të shikoje vajzat çdo ditë, e kuptoj se sa ke vuajtur, por mendo dhe pak për veten tënde se ke të drejtë. Ndoshta një ditë, prandaj kam i deri sot kështu që ndoshta do i takoja, thjesht më krijoja një lidhje se nuk mendoj që ishte një shoku që të gjan çfarë do të kishte vajzën të mia apo. E qartë, frika jote, por gjithsesi nuk duhet menduar sa herë kështu, sepse nisemi nga ndonjë ngjarje që dëgjojmë nëpër media dhe Jo, një shpresat nuk humbi, unë për vete nuk jam një shpresat. Shpresat dhe sekunde po thjesht që mendoja që do vi një ditë, me që kam harxhu shumë, kam shpenzu shumë gjykata e gjara, psikologe, se do arri një ditë dhe ndoshta nuk mendoj se si di ata se herë jetës, them se jo, po deri sot kam thënë jo, po tani më tutje nuk e di çfarë. Ne do bëjmë të dyja së bashku në kontakt, uroj dhe shpresoj që vajzat e tua të më telefonojnë, dhe mos rish bashorti, nëse do kem një reagim të tyre, patjetër që do përcjell mesazhin tënd, do jem pranë teje, sepse je një nën, jam vetë nën dhe kuptoj çfarë do të thotë të ndash një nën nga fëmijët, është e dhimbshme. Dhe unë nuk e di këta burra shqiptar që e bëjnë këtë gjë në shenjë hakmarrje pas divorcit. Hakmarrje në shëmi, hakmarrje në nuk jo. Është forma më e shëmtuar, por akoma nuk arrit ta kuptojnë që dëmin e bëjnë te fëmijët e tyre. Dëmin psikologjik e bëjnë të fëmijët e tyre, ti mohosh fëmijëve nënën, ti lësh fëmijët të rriten pa dashurinë e nënës, ku fal Zotit e kanë gjallë, është mëkati më i madh që këta njerëz bëjnë. Mëkati më i madh, por forca mos u dorëzoj, the shumë bukur, shpresa është ajo që vdes e fundit. Ne do mbetemi në kontakt, unë të përqafoj dhe të pudh nga Tirana, e dashur. Shumë faleminderit. Të përqafoj zemër. Mirupafshim. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Uroj dhe shpresoj që të treja vajzat e zonjës Xhevaire Brazda të na ndjekin, të reagojnë dhe ta kuptojnë që gjëja më e shtrenjtë në këtë botë për një fëmijë është nëna. Ato janë rritur me babain dhe se kanë patur dashurinë e nënës. Ajo ka bërë shumë sakrifica për të qenë pranë tyre. Uroj që ato ta kuptojnë, sidomos vajza e madhe që sot është 17 vjeç, ta kuptojë që nëna nuk mund të hidhet poshtë dhe nuk mund t'i kthehet kurrizi kur ajo e ndjek për të qenë pranë saj. E uroj me zemër që kjo nën të bashkohet sa më shpejt me 3 vajzat. Mirë, nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që t'jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori reale, histori njerëzore. Faleminderit që më ndiqni, takohemi nesër. Mirupafshim.